U martova me Shurdh Mehmetsin dhe familja më mohoi zgjedhja që më kushtoi gjithçka në fshatin tim të vogël, ku çdo gjë dije përpara se të ndodhte. Jeta e një vajze ishte e shkruar që herët. Jo nga Zoti, por nga njerëzit, nga gjuhët e gjata, nga zakonet e vjetra dhe nga frika për çfarë do thot bota. Unë quhem Elira dhe për një kohë të gjatë kam jetuar sipas asaj që të tjerët prisnin prej meje. Vajzë e mirë, nxënëse e dalluar, e bindur, e heshtur, e gatshme të martohej me një djalë të denjë, sipas kritereve të familjes sime. Por jeta nuk pyet për plane. Takimi që ndryshoi gjithçka e njoh Aronin në një mënyrë krejt të zakonshme. Punonim në të njëjtin qytet, në një qendër komunitare ku unë jepja mësime për fëmijë dhe ai kujdesej për bibliotekën e vogël. Ditën e parë që e pash, nuk e kuptova menjëherë që ai ishte Shurdh Mehmet, më buzëqeshi. Një buzëqeshje e qetë, e pastër, pa asnjë lloj ngarkese. I fola, por ai nuk reagoi. Mendova se nuk më dëgjoi. I fola sërish, pak më fort. Ai uli syt, pastaj mori një blok shënimesh dhe shkroi: "Më fal. Nuk dëgjoj dhe nuk flas, por mund të shkruaj." Nuk di pse, por në atë moment nuk ndjeva keqardhje. As habi, vetëm një ndjenjë të çuditshme qetësie, sikur përballë kisha dikë që nuk do të më gjykonte kurrë nga fjalët. Një lidhje pa zë, por plot kuptim filluam të komunikonim çdo ditë, me shkrime, me gjeste, me sy. Aroni më mësoi alfabetin e shenjave dhe unë I lexoja librat me zë, ndërsa ai ndiqte fjalët me gisht mbi faqe. Ai ishte I butë, I duruar, I vëmendshëm në një mënyrë që nuk e kisha përjetuar kurrë. Kur isha e lodhur, e kuptonte pa I thënë asgjë. Kur qeshja, më shikonte sikur ajo buzëqeshje ishte dhurata më e madhe e botës. Dashuria jon nuk bërtiste. Nuk kishte premtime të mëdha. Ishte e qetë, e thellë, e vërtet, dhe pikërisht për këtë, e dija që do të ishte e papranueshme për familjen time. E vërteta që solli stuhin kur ja tregova nënës sime për Aronin. Ajo më pas sikur I kisha thënë diçka të tmerrshme. Shurdh Mehmet? Përshpëriti, po mami, por është njeriu më I mirë që kam njohur. Ajo u ngrit në këmbë: "Ti je çmendur. Çfarë jete do të kesh me një të tillë? Çfarë burri është ai?" Babai nuk foli. Heshti. Por heshtja e tij ishte më e rëndë se çdo sharje. Ditët që pasuan ishin ferr. Teze, daj, kushëri të gjithë kishin një mendim, një këshill, një paralajmërim: "Do na turpërosh. Askush s'do na marr seriozisht më. Mendo për fëmijët që do kesh." Askush nuk më pyeti nëse isha e lumtur. Ultimatumi një mbrëmje, babai më thirri në dhomë. Ishte I qetë, por syti kishte të ftohtë. O ai, o familja. Fjalë të thjeshta. Vendimi pamëshirshëm, u përpoqa të flisja, të shpjegoja, të qaja, por ai nuk donte të dëgjonte. Nëse martohesh me të, mos e hap më këtë derë. Atë natë nuk fjeta. Mendova për gjithçka, për vitet e rritjes, për sakrificat e prindërve, për frikën nga vetmia, pastaj mendova për Aronin, për mënyrën si më shikonte, për qetësinë që ndjeja pranë tij, dhe e kuptova diçka të dhimbshme. Nëse hiqja dorë nga ai, do humbisja veten. Martesa që më la pa asgjë, martuam në një ceremoni të vogël, pa familjen time, pa muzikë, pa fjalime, vetëm ne, dy miq dhe një zyrtar që nuk bëri pyetje. Aroni më mbajti dorën fort. Në sytë e tij kishte frikë, por edhe vendosmëri. Kur dola nga shtëpia atë ditë, nëna ime nuk më përqafoi. Babai nuk më pa. Dera u mbyll pas meje me një zhurmë që nuk do ta harroj kurrë. U bëra nuse dhe njëkohësisht jetime. Fillimi I vështirëtesa jon nuk ishte lehtë. Parat ishin pak. Unë punoja 2 punë. Aroni përpiqej të gjente vende ku aftësitë e tij vlerësoheshin. Por paragjykimi ishte kudo. Ndonjëherë qaja fshehur azi. Jo nga pendesa, por nga dhimbja që familja ime zgjodhi të më humbiste. Aroni më fshinte lotët me duar dhe më shkruante: "Një ditë do ta kuptojnë. Dhe nëse jo, ne do jemi mirë gjithsesi." Unë buzëqeshja, edhe pse nuk isha e sigurt, por thellë në zemër e dija. Kjo histori nuk ishte mbaruar ende. U martova me Shurdh Mehmetsin dhe familja më mohoi jeta pa zë. Por me plagëditët pas martesës nuk ishin Aron mjalti. Nuk kishte pushime, nuk kishte dhurata, nuk kishte urime nga familja. Kishte vetëm heshtje. Heshtje nga njerëzit që më kishin rritur. Heshtje që më vriste më shumë se çdo fjalë. Shtëpia jon ishte e vogël, një apartament I vjetër në katin e 4, me mure të qara dhe dritare që nuk mbylleshin mirë. Por ishte e jona. Aroni e quante streha jon.
Unë përpiqesha ta shihja kështu, edhe pse netëve të para qaja në heshtje, që ai të mos e ndjente dridhjen e trupit tim. Bota që nuk na pranonte rrugë njerëzit na shikonin ndryshe. Disa me keqardhje, disa me kureshtje, disa me përbuzje. Kur kuptonin që Aroni nuk fliste, shikimet ndryshonin menjëherë, sikur ai të mos ishte burr, sikur unë të kisha bërë një gabim të pafalshëm. Në një dyqan shitësja më foli mua, edhe pse pyetja ishte për të. A do bukë të zeza apo të bardhë? Më tha, pa e parë fare Aronin, ai e kuptoi. E pa. Buzëqeshi lehtë, por sytë i errësuan. Kur dolëm më shkroi, jam mësuar. Njerëzit flasin edhe kur nuk flas unë. Mu mbushën sytë me lotë. Jo për shkak të tij, por për shkak të botës, puna dhe poshtërimi. Unë punoja paradite në një kopësht privat dhe pasdite në një kafene. Aroni punonte herë pas here, por shumica e vendeve i mbyllnin derën sapo kuptonin që ai ishte shurdh Mehmec. Një ditë u kthye në shtëpi me supet e varura. U ul në karrige dhe nxori bllokun. Më thanë që klientët do ndiheshin jo rehat me mua. E përqafova fort. Ai nuk qau, por ndjeva trupin e tij të ngurtësohej, si një mur që po qahej nga brenda. Fillova të dyshoja në veten time. Apo e lëndoja duke qëndruar me të, apo ja bëja jetën më të vështirë. Por sa herë më vinte kjo mendim, Aroni më shikonte me ato sy që thoshin: ti arsyeja pse vazhdoj. Letra nga nëna një pasdite, kur po kthehesha nga puna, gjeta një zarf poshtë derës. E njoha shkrimin menjëherë. Dora e nënës sime, duart më dridheshin. Aroni e kuptoi menjëherë. Nuk e hapa menjëherë. U ula. Mora frym thellë. Letra ishte e shkurtër. E lira nuk mund ta pranoj këtë zgjedhje. Babai yt është i sëmur nga turpi. Mos na kërko më. Do ishte më mirë sikur të mos ekzistoje për ne. Letra më ra nga duart. Nuk bërtita. Nuk qava me zë. Vetëm ndjeva diçka të vdiste brenda meje. Aroni më mori në krah. Nuk pyeti. Nuk shkroi asgjë. Vetëm më mbajti ndërsa unë qaja si fëmijë. Atë natë, për herë të parë, mendova seriozisht të largohem. Jo nga ai, nga kjo botë që nuk na donte. Sëmundja që na gjeti të pambrojtur muajt kalonin dhe lodhja po më mundonte. Një mëngjes u zgjova me marramendje. Më ra filxhani nga dora. Aroni u trem. Më qoi menjëherë te mjeku. Diagnoza ishte e thjeshtë, por e rëndë për ne. Anemi e rëndë, stres, raskapitje, duhet pushim. Tha mjeku, pushim. Ne mezi paguanim qiran. Aroni filloi të punonte çdo gjë që gjente. Pastrim, magazin, punë nate. Kthehej i lodhur, por gjithmonë me një buzëqeshje për mua. Një natë, kur mendonte se po flija, e pash duke numëruar monedat në tavolinë. Lotët i rridhnin pa zë, atëherë kuptova. Ky burr po mbante gjithë peshën e botës pa nxjerr asnjë fjalë. Momenti erët një mbrëmje, pas një dite të rënd, u grindëm. Për gjëra të vogla, për para, për lodhjen, për jetën unë bërtita. Ai jo, ai vetëm më shikonte, ndoshta kam pasur të drejtë. I thash me zë të lartë. Ndoshta kjo ishte një gabim. Sapo fjalët dolën nga goja ime, doja t'i gëlltisja. Aroni u ngrit ngadalë. Mori gjaketën. Shkroi, do dal pak. Kur të kthehem, shpresoj të jesh më e qetë. U largua, orët kalonin. Ai nuk kthehej. Telefonin nuk e dëgjonte dot. Frika më pushtoi, kur u kthye, ishte i lagur nga shiu. Ul përballë meje dhe shkroi një fjali që nuk do ta harroj kurrë. Nëse një ditë mendon se do ishe më lumtur pa mua, do largohem. Të dua mjaftueshëm për të mos të mbaj peng. U shembra. Rash në gjunjë dhe qava. I kërkova falje. I premtova që nuk do dyshoja më kurrë në zgjedhjen time. Ai më ngriti, më fshiu lotët dhe më përqafoi fort. Drita e par pak kohë më pas, ndodhi diçka e papritur. Një organizat jo fitimprurse kërkonte punonjes që dinin gjuhën e shenjave. Dikush kishte folur për Aronin. Ai u pranua ditën e parë që u kthye nga puna, syt i shkëlqenin. Shkroi, sot nuk më pan si i mangët. Më pan si njeri. Qava nga gëzimi, për herë të parë ndjeva shpresë të vërtetë. Jo sepse jeta u bë e lehtë, por sepse për herë të parë dikush po na jepte vend në këtë botë. U martova me shurdh Mehmecin dhe familja më mohoi kur heshtja flet më fort se gjakujeta filloi të marrë frymë ndryshe pas punës së re të Aronit. Nuk u bëm të pasur. Nuk u zhdukën me njëherë problemet, por diçka ndryshoi thellë brenda nesh, dinjiteti. Ai zgjohej çdo mëngjes me qëllim. Vishte këmishë me kujdes, rregullonte flokët përpara pasqyrës dhe më buzëqeshte me një krenari që nuk e kisha parë kurrë më parë. Nuk kishte nevojë për fjalë.
Trupi I tij fliste, sot jam I vlefshëm. Unë vazhdova punën në kopësht, por tani nuk isha më e thyer. Isha lodhur, por jo e thyer. Një lajm që më ndali frymënjë pasdite mora një telefonat nga një numër I panjohur. Zëri në anën tjetër ishte I ftohtë, zyrtar. Jeni e lira vajza e? Zemra më ra në fund të stomakut. Babai juaj është shtruar në spital. Gjendja është e rëndë. Nuk e di si e mbylla telefonin. Duart më dridheshin. Gjunjët më tradhtuan. U ula në dysheme, Aroni e kuptoi menjëherë. Më pa në sy. Nuk më pyeti. Vetëm mori bllokun, kush? Babai, I thash me zë të thyer, heshti. Pastaj shkroi, duhet të shkosh. Nuk më duan, ai ul pranë meje, më mori duar dhe shkroi ngadalë, sikur çdo fjalë peshonte tonelata. Ai është ende babai yt, dhe ti je ende vajza e tij. Unë jam këtu. Qava. Jo nga frika, por nga fakti që burri që familja ime e quajti I padenjë, po tregonte më shumë zemër se të gjithë ata së bashku. Kthimi në shtëpinë që më mbylli deri në spitali kishte erë dezinfektuesi dhe kujtime të vjetra. Kur hyra në dhomë, pash nënën time të raskapitur me sytë e skuqur. Kur më pa, u ngrit në këmbë sikur kishte parë një fantazm. Ti? Nuk më përqafoi. Nuk më uli. Vetëm më pa babai ishte I shtrirë, I dobët, I zverdhur. Burri që dikur më duke I pathyeshëm tani mezi merrte frym. U afrova ngadalë. Babi ai hapi syt. Më njohu. Një lot I vetëm I rëshiti në faqe, erdhe pëshpëriti I mora dorën. Nuk më largoi, nëna ime qëndronte më njanë, e ngurtë. Më në fund foli, a është ai? E kuptova menjëherë për kë e kishte fjalën. Jo, jam vetëm. Ajo uli kokën. Nuk tha asgjë tjetër. Faji që doli në dritë ditët në spital ishin të rënda. Qëndroja pranë babait. I jepja ujë. I flisja. I tregoja për jetën time, edhe pse ai nuk më pyeste. Një natë kur nëna kishte dalë, babai më shtrëngoi dorën. Kam gabuar, tha me zë të dobët, më mbushën syt me lot, nuk e doja këtë për ty. Kisha frikë. Nga bota. Nga njerëzit. Po unë, babi. Ai mbylli syt për një moment, nuk të mbrojta. Të humba. Qava në heshtje. Jo nga zemërimi, por nga dhimbja e viteve të humbura. Ai është I mirë me ty? Pyeti e pash drejte në sy. Është burri më I mirë që njoh. Babai nuk foli më, por nuk më lëshoi dorën. Takimi që ndryshoi gjithçka ditën e tretë. Aroni erdhi. Nuk desha t'ja kërkoja, por ai insistoi. Më shkroi, nuk po vi për t'u pranuar, po vi për ty. Kur hyri në dhomë, nëna ime u ngrit menjëherë. Çfarë bën këtu? Aroni nuk reagoi. Vetëm u përkul lehtë me respekt. Më pas ju afrua babait, babai e pa. Gjatë. Pastaj me vështirësi ngriti dorën, Aroni u afrua dhe ja shtrëngoi. Ishte një moment I gjatë. I heshtur, por në atë heshtje kishte më shumë kuptim se në mira debate. Babai përshpëriti. Më fal që gjykova pa të njohur. Aroni nuk mund ta dëgjonte, por e pa fytyrën, syt, lotët, unë ja përktheva me zë të dridhur. Aroni u përlot. Shkroi në blok dhe ma dha mua ta lexoja me zë. Nuk jam këtu për falje. Jam këtu sepse e dua vajzën tuaj. Nëna ime u ul në karrige. U duk sikur diçka u shem brenda saj. Një zemër që fillon të hape dite që pasuan ishin ndryshe. Nëna filloi të më fliste. Me ftohtësi, por fliste. Filloi t'i sillte Aronit kafe. Pa fjalë, por pa armiqësi, një mbrëmje kur ishim vetëm, ajo më tha. Ndoshta nuk pash mirë. Nuk ishte kërkim faljeje, por ishte fillimi, babai u përmirësua pak nga pak. Mjekët thanë se kishte kaluar rrezikun. Kur doli nga spitali I na kërkoi të dyve në shtëpi, shtëpia që dikur më mbylli derën. Kthimi pa frikë kur hym, gjithçka duke njësoj, por unë nuk isha më ajo vajzë që u largua me kokën ulur. Babai u ngrit në këmbë dhe për herë të parë përqafoi Aronin. Fort, pa turp, pa hezitim, mirë se erdhe në familje. Unë shpërtheva në lot, nëna nuk foli, por na shërbeu darkë. Dhe në fund I vuri dorën mbi shpatull Aronit, një gjest I vogël, por për mua një botë e tërë. Heshtja që fitoi atë natë, kur u kthyem në shtëpinë tonë të vogël, Aroni më shkroi, nuk fitova sot. Ne fituam. E përqafova fort, e dija që rruga nuk mbaronte këtu. Jo gjithçka shërohet menjëherë, por plagët kishin filluar të mbylleshin, dhe për herë të parë pas shumë kohësh e ndjeva qartë. Dashuria jon nuk ishte gabim. Ishte mësim.
U martova me shurdh Mehmetsin dhe familja më mohoi kur dashuria u bëzëjeta nuk u kthye menjëherë në përrall. Por diçka thelbësore kishte ndryshuar. Frika nuk na sundonte më. Për herë të parë, nuk ndihesha më ndar mes dy botëve. Familja ime dhe burri im nuk ishin më kundërshtar. Ishin njerëz që po mësonin të jetonin me njëri tjetrin. Babai filloi të na thërriste shpesh. Fillimisht për gjëra të vogla. Një dritë që nuk ndiste, një dokument për të plotësuar, një kafe pas dite. Aroni vinte gjithmonë me mua. Në heshtje, por me dinjitet, nëna ime ishte ende rezervuar. Por sytë e saj nuk ishin më atë ftohtësinë e dikurshme. Filloi të pyes për punën e Aronit. Një ditë madje i bleu një shall, pa thënë asgjë. Ja la mbi tavolin, ai e kuptoi. Dhe buzëqeshi, një lajm që solli drejt disa muaj më vonë. Mora vesh diçka që më ndryshoi jetën, isha shtatzën. Kur ja tregova Aronit, fillimisht mendoi se po qaja nga frika. Kur i shkrova të vërtetën, sytë ju mbushën me lot. Më përqafoi fort, sikur të donte të më fuste brenda zemrës së tij. Do të jemi prindër, i thash me zë. Ai vendosi dorën mbi barkun tim dhe mbylli sytë. Që nga ajo ditë gjithçka mori tjetër kuptim. Familja përballë së vërtetës kur ja treguam familjes sime, reagimi ishte i heshtur. Babai u ul. Nëna u mbështet pas karriges. Fëmijë? Tha babai ngadalë. Po. Ai u ngrit, erdhi dhe më përqafoi. Fort. Pastaj u kthye nga Aroni. Ky fëmijë do rritet me dashuri. Dhe kjo është më e rëndësishmja. Nëna ime qau. Lot të thellë, të vjetër. Më përqafoi edhe ajo, më fal bi. Më fal që mendova se dashuria ka kufi. Ishte hera e parë që më kërkonte falje. Një lindje, një fillim i ri kur lindi vajza jon, gjithçka u ndal për një moment. E mbajta në krah dhe ndjeva se bota kishte kuptim. Aroni ishte pranë meje. Nuk dëgjoi të qarat e para, por i pa. I ndjeu. I përjetoi, i shkroi një fjalë të vogël vajzës son dhe ma kërkoi t'ja lexoj. Nuk do të dëgjoj zërin tënd, por do të ndjej çdo frymëmarrje të jetës tënde. Familja ime ishte aty. Nëna e mori foshnjën në krah. Babai qëndronte pranë Aronit, sikur të ishte krenar. Dashuria që fitoi sot, kur e shoh jetën time, e di që kam humbur shumë për të fituar gjithçka. Kam humbur pranimin e lehtë, rrugën pa pengesa, rehatin. Por fitova një burr që më do pakushte. Një familje që mësoi të doj ndryshe. Dhe një fëmijë që do rritet duke ditur se dashuria nuk ka nevojë për zë për të qenë fort. Aroni shpesh më shkruan. Heshtja ime nuk ishte mangësi. Ishte mënyra që Zoti më dha për të dëgjuar zemrat. Dhe unë e di, u martova me një shurdh Mehmets, familja më mohoi. Por në fund dashuria foli për të gjithë ne.